Zyrat e shërbimit me një ndalesë në Bashkinë e Vlorës po asin një fluks të lartë të qytetarëve që kërkojnë të marrin shërbime. Çdo qytetar ka të drejtë që në bazë të ligjit të marrë informacion me shkrim për përgjigjen e kërkesës apo ankesës që ai ka pranë zyrës së shërbimeve me një ndalesë pranë Bashkisë së Vlorës në katin e parë të saj. Në bashki merret çdo lloj informacioni që ka të bëjë me funksionimin që ajo mbulon nëpërmjet drejtorive të përgjithshme apo edhe drejtorive të shërbimeve dhe drejtorive të shërbimeve direkte ndaj qytetarëve. Nëpërmjet kërkesave dhe ankesave, qytetarët paraqiten pranë zyrave me një ndalesë në bashki dhe në ato të njësive të qeverisjes vendore për të paraqitur shqetësimin e tyre në lidhje me problematikën që ata mendojnë se ka të bëjë me funksionet e bashkisë. Specialisti i këtyre zyrave ndihmon qytetarin të përpilojë kërkesën apo ankesën në mënyrë të shkurtuar, kjo edhe në formatin standard. Çdo ditë të gjitha kërkesat dhe ankesat e marra regjistrohen në një regjistër të zyrës me një ndalesë. Ato dorëzohen në arshivën qendrore të bashkisë, e cila bën protokollin dhe matrikullimin e çdo kërkese apo ankese. Por problematikat që paraqiten në Bashkinë e Vlorës janë të ndryshme që vijnë këtu nga qytetarët dhe që në disa raste nuk janë kompetencë e njësive të qeverisjes vendore. Kemi ca probleme shoqërore në kuadrin e periudhës së 2 vjetorit të brigadës 5 sulmuese, bëjmë programe dhe ndërtojmë së bashku me bashkinë. Jemi në marrëdhënie normale, na pret, tash është e zonë, do të më vonë, kemi lënë takim, do marrim punë. Këtu shumë mirë janë këto, dhe pritja është shumë e mirë me kulturë dhe dhe kontaktuam aty me një përfaqësuese dhe u lidh me nënkryetarin që kishim ne nevojë e bashkisë, edhe në lajnë takim nesër orën 10. Kështu që jemi të kënaqur me pritjen dhe përcjelljen. Mori shpitor, s'kam ku të rrior. Po, edhe kërkoj ndihmë, të vi komisioni ose të vi nga këshilli, çaj thonë këtja bashkia, të që të verifikoj. Atje në shtëpi, i dhomë, këto në Karabashë, të kjo rrua këtja. Ka rënë muri nga shiu? Dhe nga shiu edhe nga vjetësia që ka. Ka marrë për të marrë një përgjigje këtu, kam 6 muaj që ka bërë një aplikim ai arkitektu im, edhe bashkia para një 4 muaj ka kthyer një përgjigje, po jo në mënyrë zyrtare, ja ka kthyer me gojë, që nuk lejohet. Edhe sot ka marrë nga punimet që më janë bërë në katë 2, ka rezultuar që më kanë për 1 metër më 2 krat, plus që muri që originali që është bërë nuk është pothuajtur me kolonat dhe përbën rrezik në internet një ose 2 ballësh të rrezohet. Firma nuk më kanë përgjegjësi për këtë. Unë jam ajo çakari. Kemi problem me institucionet shtetërore që nga qendra në kadastër kam problemun. Pse ka ardhur në bashki kur e kemi? Në bashki po janë lidhjet vertikale horizontale që funksionon nëpërmjet bashkisë, kadastër, kështu janë. Çfarë pret nga bashkia të bëjë? Nga bashkia kisha bërë një kërkesë për një shkres, por ta përcjell nga bashkia në kadastër dhe povi vërdall këtyre gjëra. Zyra me një ndalesë bën lajmërimin dhe shpërndarjen e përgjigjeve të qytetarëve apo banorëve të njësive administrative. Në rastet kur qytetari nuk është i bindur për përgjigjen, mund të bëjë një ankesë për mënyrën e përgjigjes dhe në rastet kur merr të njëjtën përgjigje, duhet i drejtohet organeve të tjera ligjzbatuese. Nga ana tjetër, të gjithë qytetarët që kanë nevojë për asistencë në përdorimin e platformës e-Albania për shërbime të caktuara, mund t'i drejtohen zyrave të bashkive, si dhe njësive administrative përkatëse, për të marrë shërbimin e kërkuar falas. Çdo subjekt privat që kërkon pagesë për regjistrimet të ofruara online nga e-Albania është në shkelje të ligjit dhe mund të denoncohet pranë institucioneve përkatëse dhe sanksionohet deri në heqje të licencës.